Ju përshëndes të gjithëve, këto janë lajmet në Top Channel ku do të ndiqni. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, në një intervistë për Top Story me Grida Dumën, ju përgjigj deklaratave të ish-kryeministrit Sali Berisha për jetën e tij private, duke theksuar se ato ishin të pakëndshme. Ai tha se Shqipëria është në rrugë të mirë drejt integrimit evropian, por tani në faza më e vështirë, zbatimi real i reformave. Ka shkuar në 100 ton në total sasia e mistrit të bllokuar që importohet nga Serbia, pasi autoriteti i kontrollit ushqimor dyshon se driti që përdoret si ushqim për kafshët ka përmbajtje të lartë të toksinave kancerogjene. Të hënën u bllokuan 75 ton, ndërsa 2 ditë më parë ishin kapur 25 ton. Dronët janë shndëruar në një nga bizneset më të suksesshme muajt e fundit në Europë. Kompanitë që i prodhojnë kanë pasur rritje të jashtëzakonshme të kërkesave edhe për pajisjet që i rozojnë këto mjete, duke dyfishuar përfitimet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, në një intervistë për Top Story me Grida Dumën, ju përgjigj deklaratave të ish-kryeministrit Sali Berisha për jetën e tij private, duke theksuar se ato ishin të pakëndshme. Ai tha se Shqipëria është në rrugë të mirë drejt integrimit evropian, por tani nis faza më e vështirë, zbatimi real i reformave. Ambasadorit Bashkimit Evropian i them kaqur, edhe në statusin tënd ti je binar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, në një intervistë në Top Story me Grida Dumën, u ndal në disa nga çështjet më të ndjeshme të javëve të fundit. Gonzato ju përgjigj edhe deklaratave të ish-kryeministrit Sali Berisha për jetën e tij private, ndërsa saktësoi se rruga e Shqipërisë drejt antarësimit nuk varet vetëm nga miratimi i ligjeve, por nga zbatimi i tyre. Deklaratat që janë bërë për jetën time private, do t'i përkufizoja thjesht si të pakëndshme. Nuk më prekin, por nuk mund pranoja idenë se zgjedhjet e mia personale ndikojnë në mënyrën se si bëj punën time si ambasador. Jam krenar për integritetin tim. Isha vërtet i lumtur që shefja ime, komisioneri Akos, ndërhyri dhe tha se kishte besim të plotë tek unë dhe kjo është e gjitha që më duhej. Nuk kam nevojë për ndonjë komision që të thotë nëse kjo ishte e drejtë apo e gabuar. Dhe nuk e di nëse e keni lexuar, por ky ligj nuk paraqet të drejta të reja, nuk paraqet një gjini të tretë. Në lidhje me procesin e integrimit, ambasadori theksoi se Shqipëria ka bërë hapa përpara, por paralajmëroi se tani nis faza më e vështirë, zbatimi real i reformave. 5 grup kapitull janë hapur dhe i 6 pritet hapet javën e ardhshme. Kjo është pozitive dhe tregon se shtetet anëtare janë të hapura ndaj ambicjes së Shqipërisë. Por tani është koha e zbatimit dhe vetëm zbatimit. Ai përmendi vitin 2030 si afat të mundshëm për antarësimin. Ambasadori Gonzato dha një mesazh të prerë për ndryshimet që mund të prekin pavarësinë e drejtësisë, duke paralajmëruar se çdo ndërhyrje në strukturën e saj do të cënonte procesin e integrimit. Raporti theksoi nevojën për një drejtësi të zakonshme, më të mirë dhe më efikase, sepse ndjej dhe më intereson fakti që qytetarët e zakonshëm nuk i shohin vërtet avantazhet apo përfitimet e reformës. Në fakt, ata ndoshta kanë parë një përkeqësim të vogël të standardeve për shkak të vendeve të lira, sepse pati edhe një reformë të gjithë strukturës së gjykatës. Por tranzicionet janë gjithmonë të vështira dhe gjithmonë kanë një kosto. Megjithatë, mund të shikohen mënyrat se si funksionojnë disa aspekte të reformës. Por themelet nuk mund të preken. Pavarësia e gjyqësorit nga ekzekutivi dhe legislativi është vija e kuqe. Ambasadori nënvizoi se institucionet e reja të drejtësisë kanë fituar pavarësi dhe tani duhet të tregojnë përgjegjësi që nis nga zgjedhja e kryetarëve të tyre, që sipas tij ende nuk është kryer. Lidhur me hetimet ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ambasadori deklaroi se nuk komenton çështjet nën hetim. Ne kemi një politikë për të mos komentuar çështjet në hetim, sepse një nga parimet që rregullojnë gjyqësorin është prezumimi i pafajësisë. Pra nuk mund të fillosh të dënosh njerëzit përpara se të kenë ndodhur hetime dhe procedurat gjyqësore. Ambasadori përsëriti se Bashkimi Evropian do të mbështesë çdo qeveri që ka synim integrimin, por theksoi se rruga drejt Brukselit nuk varet nga politika, por nga rezultatet konkrete dhe respektimi i parimeve themelore të demokracisë. Ky është Top Channel.
Kryeministri Edi Rama gjatë një dëgjese për projekt buxhetin e vitit 2026 me banor të njësisë numër 5 në Tiranë, tha se pas vendimit të fundit, gjykata kushtetuese duhet i jap mundësinë Erion Veliajt që të kryejë detyrën si kryebashkiak i Tiranës. Ai njoftoi se për herë të parë në buxhet do të ketë një zë të veçantë për rimbursimin e barnave kundër kancerit. Uroj shumë që të shihemi përsëri, po për të bërë një punë konkrete këtu në njësinë tuaj. Pavarësisht se gjykata kushtetuese riktheu Erion Veliaj në detyrën e kryebashkiakut të Tiranës, kryeministri Edi Rama zbriti në terren krah Ogerta Manastirliut, ku prezantoi projekt buxhetin e kryeqytetit për vitin 2026. Në fjalën e tij para qytetarëve të njësisë numër 5, Rama sqaroi vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Veliajt, ndërsa i adresoi një mesazh edhe kushtetueses. Ne menduam në respekt të plot sipas nesh të ligjit, kushtetuta më saktë thot dy gjëra të ndryshme. Për deputetin thot kur mungon pa arsye. Për të zgjedhurin lokal nuk e thot fare. Gjykata kushtetuese doli me vendim tjetër nga Jyni. Okej, jepini mundësinë ta ushtrojë detyrën. Bukur, kur të vi atje që të kërkoj të lirohet, që të vazhdoj detyrën, shpresoj që gjykata kushtetuese t'i rri besnike vetes vet dhe t'i japë mundësinë të vazhdoj detyrën. Ndërsa premtoi buxhetin më të mirë për kryeqytetin, Rama nuk i kurseu kritikat për punën e bërë deri më tani. Kjo çështja e pastrimit duhet të letrim shtrëmbër sa duam, po duhet të flasim drejt. Është kthyer në një volejboll me kazan. Në vend të topit është kazani, secili e shtyn te tjetër. Dhe besoj që në këtë pikë duhet të bëjnë diçka, gjithë bashku. Kreu i qeverisë paralajmëroi sërish ndërtuesit në kryeqytet, duke thënë se nuk do të tolerohet askush që shkel ligjin. Nuk kemi për të falur asnjë metër katror, ndërkohë që do të konfiskojmë vila, do të bëjmë kopësht, do bëjmë qerdhe, do bëjmë qendra shëndetësore, si mësim për të mbajtur mendjen për mos u përsëritur nga ata ndërtues. Duke u ndalur te buxheti i përgjithshëm i vitit 2026, kryeministri Rama kujtoi sërish rritjen e pagave dhe pensioneve nga janari 2026, si dhe bonusin për këta të fundvitit, ndërsa premtoi buxhet të veçantë për të sëmurët me tumor. Ne kemi përcaktuar një buxhet të veçantë për të mbuluar barnat për kancerin për njerëzit tanë. Kemi vendosur që në Shqipëri të ngrem Institutin Kombëtar për Tumoret. Në fund, kryeministri tha se bashkia po përgatit rregulloren e përgjithshme për hapësirat publike, ndërsa sipas tij është krijuar dhe shërbimi OSHE Charge, që do të ofrojë stacionet e karikimit të makinave elektrike. U pezullua nga detyra e gjithë struktura drejtuese e forcës operacionale të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, sepse i plagosuri në atentatin ndaj Gilmando Danit ishte rekrutuar në policinë e shtetit në mënyrë të dyshimt. U arrestuan edhe 2 punonjës të komisariatit nr. 3, sepse dyshohet se falsifikuan dokumentet për Muçi Shalianin. Përfshirja e Muçi Shalianit në atentatin e të martës në Rinas, ku u vra Gilmando Dani dhe ai mbeti i plagosur rënd, ka sjellë një reagim të institucioneve për të kuptuar se si një person me lidhje kriminale mund të punonte prej 3 muajsh në institucionin që presupozohet të pastrojë policinë. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore tashmë hetimin do ta kthejë nga të vetët. Me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të kësaj agjencie, gjithë struktura e forcës operacionale të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore do të qëndrojë e pezulluar deri në sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë policia e Tiranës ka shoqëruar disa persona për të hedhur më shumë dritë mbi atentatin dhe po punon me pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për të rindërtuar ngjarjen dhe për të marrë të dhëna mbi autorët dhe lëvizjet e tyre. Nga të dhënat rezulton se ata kanë pritur 8 minuta objektivin e tyre dhe sapo makina e Gilmando Danit dhe Muçi Shalianit doli nga terminali i aeroportit, ndaj tyre është qelluar rreth 100 terë nga 3 armë, 2 kalashnikov dhe 1 pistolet. Pas breshërisë të kalashnikovëve, makina ku ustonte Gilmando Dani u ndal dhe pak sekonda më vonë pranë saj në këmbë afrohet një prej atentatorëve. Ai shkon nga ana e pasagjerit dhe hap sërish zjarr me pistolet.
duke u siguruar se objektivi nuk jeton më. Policia beson se atentatorët kanë pasur informacion të saktë mbi lëvizjet, si nga Spanja, ashtu edhe nga terminali ku qëndronte e parkuar makina me të cilën udhëtonte Gilman Dodani. Ndërkohë, në laboratorin shkencor po ekzaminohen 4 armët e zjarit, të gjetura në mjetin e lënë pas nga atentatorët, si dhe po punohet për të dhëna të vlefshme të mjetit. Ka shkuar në 100 ton në total sasia e misrit të blokuar që importohet nga Serbia pasi autoriteti i kontrollit ushqimor dyshon se drithi që përdoret si ushqim për kafshët ka përmbajtje të lartë të toksinave kancerogjene. Të hënën u blokuan 75 ton, ndërsa 2 ditë më parë ishin kapur 25 ton. Autoriteti kombëtar i ushqimit në Shkodër ka blokuar edhe 75 ton të tjerë misër blektoral në pikën doganore të Hanit të Hotit. Vetëm pak ditë më parë ishin ndaluar 25 ton misër, çka e çon në 100 ton sasinë totale të mallrave të pezulluara. Sipas AKU, misri i ardhur nga Serbia është ndaluar për analiza laboratorike me qëllim verifikimin e nivelit të aflatoksinës, B1, një substancë toksike dhe kancerogjene, e cila nëse te i kalon normat e lejuara, përbën rrezik për sigurinë ushqimore. Në kuadër të hetimit, AKU ka vendosur të pezulloj edhe aktivitetin e një ferme në fshatin Trush, pasi nga sistemi i gjurmueshmërisë rezultoi se furnizohej me misër blektoral nga njëjti subjekt i ndaluar në dogan. Deri më tani, mbi 100 ton misër janë bllokuar në pritje të rezultateve të analizave përkatëse. Në rast se konfirmohet prania e substancave të ndaluara, produktet nuk do të lejohen të hyjnë në territorin shqiptar. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka deklaruar se po monitoron me kujdes situatën dhe se çdo ngarkesë e ardhur nga Serbia po i nënshtrohet kontrolleve të imta laboratorike për të garantuar që produktet e destinuara për ushqimin e blektorëve të jenë të sigurta dhe brenda standardeve ligjore. Një aksident i rrezikshëm ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në rreth rrotullimin e Novoselës në Vlorë, ku një mjet ka përfunduar në kanal. Mercedesi me 5 persona ka qenë duke udhëtuar nga fshati Akërni për në Vlorë, nuk ka marrë dot kthesën dhe ka përfunduar në kanal. 2 zjarrfiksesi dhe autoambulanca mbritën në vendngjarje, duke bërë të mundur nxjerrjen e 5 të rinjve nga makina dhe shoqërimin e tyre drejt spitalit rajonal për të marrë ndihmën mjekësore. Mësohet se 5 të rinjt janë jashtë rrezikut për jetën. Dronët janë shëndëruar në një nga bizneset më të suksesshme muajt e fundit në Europë. Kompanitë që i prodhojnë kanë pasur rritje të jashtëzakonshme të kërkesave, edhe për pajisjet që i rozojnë këto mjete, duke dyfishuar kështu përfitimet. Europa ndodhet në alarm për shkak të shtimit të pazakontë të fluturimeve të dronëve në hapësirat ajrore të vendeve të NATO-s, veçanërisht gjatë muajit shtator. Për të përballur me këtë kërcënim, udhëheqësit evropian kanë rënë dakord për ngritjen e një muri dronësh përgjatë kufive të tyre, me qëllim zbulimin dhe neutralizimin e dronëve të paautorizuar. Ndërkohë, kompanitë daneze Weibel Scientific dhe My Defense po përjetojnë rritje të jashtëzakonshme të kërkesës për teknologji kundër dronëve. Pajisjet e tyre përdoren për mbrojtjen e aeroporteve, bazave ushtarake dhe infrastrukturës kritike, ndërsa disa prej tyre po dërgohen edhe në Ukrainë për të përdorur kundër dronëve rus. Lufta në Ukrainë ka shërbyer si pikë kthese për industrinë e mbrojtjes me dron. Përdorimi i pajisjeve që bllokojnë sinjalet është përhapur gjërësisht në fushë betejë, ndërsa Rusia dhe Ukraina po zhvillojnë metoda të reja për të shmangur ndërhyrjet elektronike. Në krahun lindor të NATO-s, vende si Danimarka, Polonia dhe Rumania po instalojnë sistemin amerikan Merops, i cili përdor inteligjencën artificiale për të zbuluar dhe ndjekur dronët, edhe kur sinjalet bllokohen. Teknologjitë e reja të radarit, si ato të Weibel Scientific, po shihen si pjesë thelbësore të mbrojtjes së ardhshme ajrore të Europës. Në tërësi, shtimi i incidenteve me dron ka nxitur një valë të re investimesh në teknologjinë kundër dronëve, duke treguar se kërcënimi ajror nuk është më problemi i Ukrainës, por gjithë kontinentit evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar ndihmë për hetimin e rrëzimit të avionit ushtarak turk në Gjeorgji, ndërsa kthehej nga Azerbajxhani. Asnjëri prej 20 personave të gjendur në bordin e avionit transportues ushtarak turk që u rrëzua në Gjeorgji teksa kthehej nga Azerbajxhani nuk ka mbijetuar. Ky përbën incidentin më vdekjepryrës ushtarak për një vend antar të NATO-s që nga viti 2020.
Bashkëluftëtarët tanë u martirizuan në 11 nëntor kur avioni ynë transportues ushtarak C-130, që ishte nisur nga Azerbajxhani për të kthyer në Turqi, u rrëzua pranë kufirit me Gjeorgjin, konfirmoi ministri turk i mbrojtjes Yaser Gülen në platformën X, ku publikoi fotot e 20 viktimave. Autoritetet pohuan se avioni ra 5 kilometra larg nga kufiri i Gjeorgjisë me Azerbajxhanin. Zyrtar turq dhe gjeorgjan kanë nisur inspektimet në vendngjarje, teksa Ankaraja nuk ka dhënë ende asnjë detaj mbi shkakun e mundshëm të aksidentit të rënd. Lider të shumë botror, mes të cilëve të sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte shprehën keqardhjen e tyre dhe përcollën ngushëllime për ngjarjen. Lockheed Martin, kompania amerikane që prodhon avionin C-130 Hercules, u shpreh gatshme të ndihmojë Turqinë gjatë hetimit. Disa ekspertë që analizuan pamjet filmike mendojnë se avioni është shkatruar në ajër në mes të fluturimit dhe shtojnë se flota e avionëve C-130 të Turqisë është e vjetër dhe ka nevojë për rinovim. Kombëtarja shqiptare do të luajë këtë të njëjtën në orën 20:45 ndeshjen kundër Andorrës, e cila do të transmetohet në digital. Trajneri Silvinho e pranoi në konferencën për shtyp se ky takim përcakton nëse Shqipëria shkon ose jo në play-off. Kombëtarja shqiptare ka mbritur mes ditën e sotme në Andorra ku mbrëmjen e nesërme do të zhvillojë ndeshjen ndaj vendasve, një përballje shumë e rëndësishme për Kuqezin, pasi na jep një shans të mirë për të mbajtur vendin e dytë në grup deri në mbytje të këtyre eliminatoreve, që përkthehet me një vend në play-off. Në konferencë për shtyp përpara ndeshjes dhe stërvitjes së fundit në stadiumin ku do të luhet takimi, trajneri Silvinho doli përballë gazetarëve së bashku me kapitenin Berat Gjimshiti. Padyshim, afrohet botërori, po për ne në fakt afrohet play-offi. E dim që është një hap shumë i vështirë. Është një situatë shumë e mirë, sepse nuk ka ndodhur kurrë më parë që ky ekip të shkojë në ndeshjet e fundit në gjendje që të shkojë në play-offin e botërorit. Tani duam ta shfrytëzojmë. Nëse bëjnë një ndeshje të mirë me Andorrën, mund të ndodhë. Ndërkohë kapiteni Gjimshiti theksoi respektin ndaj kundërshtarit, por në të njëjtën kohë shprehu qartë synimin dhe objektivin e kuqezive. Sigurisht që kemi ardhur për një qëllim, siç besoj që gjithë me një qëllim që t'i marrim 3 pikëshat, sepse na nevojiten për kualifikuesit. Dhe çka kemi mësuar sigurisht që kemi pa ato ndeshje që ka zhvilluar Andorra, sidomos në vend vet kundër Anglisë apo edhe Serbisë, që ka vënë në vështirësi të mëdha. Po prapë na besojmë që do luajmë futbollin ton, siç e kemi bërë në këto kualifikuese si në ndeshjet e fundit. Kuqezin do të luajë ndeshjen përballë Andorrës mbrëmjen e së njëjtës në orën 20:45, ku objektivi është i qartë. 3 pikë për të mbajtur vendin e dytë, dhe në rast të humbjes së Serbisë përballë Anglisë, që luhet gjithashtu mbrëmjen e së njëjtës në të njëjtën orë, skuadra kombëtare zyrtarizon play-offin e botrorit. Po për këtë do të na duhet të presim mbrëmjen e nesërme me syt nga Digital, që si gjithmonë do të transmetojë drejt për drejt ekskluzivisht ndeshjen e kombëtares. Dhe ishin këto lajmet në Top Channel, ndahemi bashkë, mirupafshim.